Francesco Di Viesti u vra një vit më parë dhe trupi i tij u dogj në një zonë të izoluar të Alta Murgjas. Sot janë ekzekutuar 15 masa sigurie personale, të lëshuara nga gjyqtari hetues i Barit dhe nga gjyqtari i gjykatës së posaçme të shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Tiranë, në kuadër të hetimeve të koordinuara nga Drejtoria Rajonale Antimafia e Barit dhe Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri. Vrasja e paramenduar me rrethana rënduese të metodës mafioze, tentativë zhvatjeje, armbajtje pa leje të armëve të zjarrit dhe municioneve, ndihmë pas kryerjes së krimit, shkelje e masave të parandalimit personal, si dhe pastrimi parave në mënyrë ndërkombëtare nga Italia në Shqipëri. Këto janë akuzat që u ngarkohen në mënyra të ndryshme 15 personave, mes të cilëve 4 gra, të cilat këtë mëngjes janë nënshtruar masave të sigurisë lëshuara me kërkesë të DDA së Barit dhe Prokurorisë së Posaçme Shqiptare, të koordinuara nga Eurojust. Janë arrestuar ekzekutorët e dyshuar të vrasjes së parukierit. Mes të hetuarve janë 3 persona të dyshuar si përgjegjës për vrasjen, përfshirë atë që mendohet si autori kryesor, Igli Kamberi, 41 vjeçari që kontrollonte dhe menaxhonte shpërndarjen e lëndëve narkotike në Barleta. Me të ndodheshin në momentin e krimit edhe 2 italian, një burrë dhe një grua nga Barleta, të cilët dyshohet se kanë ndihmuar në zhdukjen e gjurmëve të krimit dhe nuk kanë raportuar tek autoritetet gjyqësore atë që dinin, siç shpjegojnë hetuesit. Viktima u dogj mes gomave pas një përplasje edhe të shtënash. Sipas hetimeve, Di Viesti u vra nga 2 persona dhe krimi ndodhi pas një tentative zhvatjeje për një borxh prej 500 eurosh, i cili më pas u ul në 300 euro për shkak të marrjes me qira të një makine në favor të dyshuarit kryesor, 41 vjeçarit Igli Kamberi. Di Viesti ka kundërshtuar kilometrazhin e makinës së marrë me qira dhe kjo sjellje është interpretuar si fyerje, sepse 26 vjeçari ka vënë në dyshim rolin dominues të 41 vjeçarit, pra fjalën e tij. Një fyerje që sipas gjuhës më të vjetër të pushtetit mafios duhet larë me gjak, ka shpjeguar prokurori Giuseppe Gatti, koordinatori i DDA së Barit. Frika mbetet arma më efikase mbi të cilën ushtrohet presioni, dhe këtë e tregon një deklaratë e një miku të 26 vjeçarit, i cili kishte rrëfyer për tentativën e zhvatjes dhe pas gjetjes së trupit pa jetë është kthyer tek hetuesit për të tërhequr deklaratën sepse kishte përmendur persona që sipas tij ishin të rrezikshëm, ka vijuar Kimenti. Shkatrimi i trupit të 26 vjeçarit është një mesazh për të gjithë, kush gabon paguan me gjak, ka theksuar prokurori Roberto Rossi.